Jeni flamorë në fund ku kime shkuar në navigacion. Na ku jemi të shkuar? Ku e kemi u pikën ti? Allah inshallah në gjenit. Se s'ka që të në gjenit prej këtu pregatitën. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mazra'atul akhirati." Dünjaja është kopshti i ahiretit. Mbjell këtu për ta korrë atje. Dhe që është marrë? Bën mirë për veti, bën keq për veti. Po ndëgjoj çka është i kopshti i çuditshëm. E ka thujt pejgamberi xhenetin kështu. Ka thonë en el jannata qi'an. Xheneti pas ka vjen vende tokës mirë pa mbjell. Xhenet pa mbjell. Alas pa mbjell, as miruna s'kallamojnë. Po e lezoj një ditë një sanjet pra me Muhammed alayhi salatu wassalam, po dhe kur ka darë pejgamberi mbi shtatën qiell, Resulullahi, Miraj, e ka takua Ibrahimin alayhi salatu wassalam. E Ibrahimi, kër e ka pejgamberin qigar, se cilin qiell ka një pejgamber që e dini këto historia, hoxhat jo ka kalzuar, kur ka mrejt Bejtul Ma'mur, Ibrahimin e ka po, "Selamu alaikum", i ka thonë Ibrahimi, "Wa alaikum selam bin nebiyyi salih." Wa alaikum selam o pejgamber i mirë, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe e ka prit në busqeshje. Po thot pejgamberi, kur ka prit në busqeshje, e ku pa Ibrahimin, po thot i ngjaj ke mu, i vetmi pejgamber që kishte ngjashmëri prej fytyrës me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Edhe më tha, "Ja Muhammed, aqri ummataka salam." I mbështetun në Bejtul Ma'mur. Paka shumë duni me di këto ju xhamatit. Bejtul Ma'mur është vendi për Kur'ani kur ka ardhur për ati vendit. Në qellin e dynjas është Bejtul Izza, shtëpi e krenarisë. Në dynja është Bejtullah, ose Qabë, si të. Bejtullah, Bejtul Izza, Bejtul Ma'mur. Bejtul Ma'mur i mas nalti. Thot Enes ibn Malik ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Sahih Buhari është hadithi, po thot Bejtul Ma'muri ku Ibrahimin e kam pasur mbështetën është drejt Qabës, nga qelë qiell të poshtë mbi Qabë bjen. Ai pejgamber i mbështetën në atë Bejtul Ma'murin si Qabë, sa Qabëja i madh, që në to fohikën me qinda melek, që më kur deri ditën e Kiametit s'pimin karane me hipi kallaballëk më parë, po thot Qabja poshtë, që i ka ndrejtë Allahu Gjellëshan, mua ka ndërru pejgamberin e ti mbi shtatën qiell, më najtë në qabën e qiellit i mbështetër. Se këtu ka marru qabën Ibrahimi, e ka ngritur mbi themelet që ka pas për para. Po i dhjetë po Ibrahimin ka vajtë me në lbejt po Ismail. Bëni selam i mretit tanë edhe thuaj. Ennel gjennete tajibetun, gjeneti ashtu jo shumë e mirë. Neve më në bënë qëtë selam, gjeneti është shumë i mirë. Wa ardhuha tajiba, edhe tokën e ka shumë të mirë. Unë kur për e hullu këtoj, pëse bashkështu edhe tokën shumë të mirë? Wa ardhun ma'uha, edhe ujin e gjenet shumë të mirë. T'ju thot këtine njerëzve të tokës, e na jemi njerëz në këtë tokë, kur ta njim dikun që ka një tokë shumë të mirë, të rafsh, e ujin po, në shkon dërmen me mbjell. Se ne jemi të tokës, ne nuk ka pa mjell, ato e dini. Apo se keni nije këtë punë. E keni nije, pa një pja për shkruj, pa shkurtimisht. Kur ka ardha Ademi, a.s. në dynjo, Hazreti Ademi, edhe ka ne këtë gati, këtë thot, "Po Gjibril, jam untua bre barki po më dhem?" "Barku po më dhem." Thot, "Po barku po dhem jam untua." "Po shka jo është ajo untua, uri? Shka është ajo?" "Do të me hangër." "Po në mëgjejti shka me hangër." Gjibril shkon e gjonë një grusht, e ja falë Zotë që lëshon një grusht grunë. Që këto? "Jo, thë këtë s'kime hangër, për shka hec me mu, ki me levru tokë." E që tash? Me mjallë tokë. Me prit mu pjek grunit, tash me korë grunit, tash me shtyp këtë grunit, e tash me bo bukë. O, sa u bo e shma, Ademi pishman.
thuhet për Ademin alayhi salatu wassalam, thuhet, në këto saktë vërtet, argumenti 300 vjet ka të dhënë dynjë. Për ati lezetit dynjës kile ka që dynjë. Për lezetit gjenetit në dynjë. Se? Për një goj buko edhe e kokër me e prit e deri të buan duk shtu të një shpirë. Ma është e dynjës, që ka me mund, zot e ka etapa ka në njeri me omërat sen. A në vlerën se japin bukës shumë e shumë. Jep një vlerë edhe mëse gjunit kur bukën hiq. Kur. Aisha radiallahu ta'ala anha, motra e ndëgjon e mirë këtë hadith, ju gratat e poshtë, motrat e mija. Aisha radiallahu anha, transmeton hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i ka thënë pejgamberi Aishës gruas vet. Aisha, mos e nën çmo këtë bereqet për bukën e fjallë. Mos e kene çmo të bereqet. Se në çmo kjo bereqetje del një shpis, për shkak të çmimit kur mos kthehet. Ta di vlerën na. E çka po thot Ademi me atë vujtjen e tij të atij zemanit. Pillën barkë, a përshes sa të lash e ka. Kremi ku patën fjallën të xhenetit. E tash Ibrahimi po i thot, o Muhammed, thuaj popullit tant, ummetit tant, kjo tokë është një copë e pa mjellme. E të shkoj mjellja tërmend. Se na mjellin, kretë kemi mjell. Kretë mjellin dhe Zvitran dhe Gjerman dhe Rëmënqës, toka pa mjellsje, se jemi punës, ja ju e rinsanu, Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë, o të njeli, në të inë ke këti unë ila rabbi ke këtë ha. Ty të kemi kriju këtë dynjash, mi përbaluë vujtjet e saja. Dhe jemi të i përbaluë. Dikush pak përzi, dikush pak smuje, dikush pak lëfet, dikush pak mund, dikush pak pështin, dikush pak shtu. Apo jo, kretë kemi me halët vete, se cilja. Edhe tha, po për këtë tokë që o papuruan në gjenet, fidanet e kësaj tokës gjenetit i kini në dynja. Fidanet që po mjallim gjenetin i kini në dynja. Sa atje janë pafshet e gjenetit me kreta shek, rush, ishka përmet Allah, subhanu ta'ala. Ama me shkaj mjallim në ato këtu, ka thonë sa herë thoni subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu ekber, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kretë këto janë fidanet e gjenetit. Dhe me thonë, me qëto gjëra për mjallim në gjenetit, me tesbih, subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu ekber. Varë një sahabi, një shoki Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallam, i cili ka qenë katun ka jetu, s'ka jetu në Medine. Ka thonë, ja Resulullah, ani pra ma mësoni të sbi. Ma mësoni muani të sbi. Ka thonë, thuj subhanallah, subhanallah, thuj alhamdulillah, alhamdulillah, thuj Allahu ekber, thuj la ilaha illallah, la ilaha illallah. I tha që të katra, edhe u këthy, pejgamberi dëshmoj për të i lumi ky sa shumë ka marrë, i lumi ky sa shumë mori, mashallah. A i sa u njës pak për rrugë, u këthy prapë, ja Resulallah, da urdo, mjep diçka personale për mua, interesin tim personal. Ajo që më dha, da ke të spi, e bëj të spi Allahun, subhanahu wa ta'ala. Mashallah. E mua, tha ty pra më si përduesh për ty ekstra, tha thuj, Allahumma, edhe ju thoni, Allahumma, ishfini, o Zot më shëro, o Zot më mshiro, o Zot më udhëzo, edhe o Zot më furnizo. Allahumma shfini, warhamni, vahdini, warzuqni. A o zameta? Edhe bone të këtë dua, bone këtë tesbih, sikur sahabiu, shoki i Resulullah sallallahu alaihi wasallam që ka thënë, e na apo në shqip të vitin, o Zot, më shëro, më mshiro, më udhëzo dhe më furnizo. Allah e na furnizo prej bereqetit halal. Andaj vllazër, bëre, shumë bëre, në presion në gutjes bëre ju. Ky muaj që i ka kreta që të mira, është një
një mysafir që na vjen në fulla. Ke pa të një mysafir kur të vjen tyre të shtëpia e në thot si jash, po është të mirë. Bjerë, të mush gjesa. E do gruja, do djallë, do reja, do lipje, mesa, ajna, karta, e filan, qaqi filan. Plot. Mës me bruma i kërgjan, asë zot e shpish gryja, që të një kapët, asë e qapën. Me problem, kur të përskjallit, a janë vetë në e Ramazanin vetë. A më shka bja Ramazanin, numër 1, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, numër 1, prej namazit në namaz. Përmirëso, prej gjumaz në gjumaz, prej Ramazanit në Ramazan, u kefiratu lima bejnahum. Gjunahan prej namazit në namaz falen, prej gjumaz falen, prej Ramazan falen. Nësi shohim, pa Allahu i falen. Mandaj, Allahu Gjelle Gjelalu, pasi që ta gjykoje njerëzimin ditën e kiametit, e prej tash cakton, Allahu i din mas mili nasi din, po pejgamberin e ka kalzu, dhëtë Allahu Gjelle Gjelalu, i nëzjarë çdo natë prej zjarmit gjehnamin të regjistër, ketë konkamin nëzjarë prej zjarmit gjehnamin. E këto 10 ditët e fundit Ramazanit që kena hynë këtu. Se ky muj e ka nda vetë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ka nda 10 ditët e pare në rahma, mëshirë. 10 ditët e mesme janë maghfira, falje të mëkateve. 10 ditët e fundit janë hajtun min an-nar, shpëtim, amnesti, i thënë. Amnesti prej zjarmit të xhenamit. Allah i na liroft dhe neve inshallah të kemi takdimin, caktimin, mos me provua atë vend të dënimeve. Ramazani me këto të mira që na ka sjellë vllazërit e mi, unë për ju boni përësi tash këtu veç pas jam në fund dersit. E kush kini qef mas taravis, unë rri mas taravis derën 12 natës. Kush kini qef mas taravis derën 12 me ju pëtki. E dini, fare fiksi sa tha akrabaja, sa vetin akrabaja. Akrabaja janë 6. E këtu një akraba. Fare fis është një vlau, motra, taja, agja, tezja, alla. Baba nona? Baba nona se në fare fisat. Mos më ishte një dhe të fare fis një baba lënë. E kush i kalon vetën në Kosovë ose në Maqedoni. E ka është me bon gurbet këtu, ja. Kush i kalon babën nën vetën, nëse nënën vetën, nëse babën vetën, nesër në të lipë me pushimin edhe. Po lipësh gjenet. Gjenet është në kamën të pritë, në kamën nënës të mësë. Në më thënë me pas parasisht nëse, ti këtu përfitesh, po hashë, po prish mirë, shka po mona se në nejë të atje? Ato shka bërë i baba jota që më nënë të në. E ti rikëtu. Po valla i friri sa pak shanë telefon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahabët i kanë nda prej gjihadit, shko të thënë, që shikelën të kajtë, shko të bëni të kesh. Nënën ka me të vetën një Resulullah, ka thënë, ikë pi gjihadit, shko bërë gjihad për nënën të në shmëllë. E ta shemi fundin Ramazanit këmi. A një shka të bëjmë? Tash, ju mashkujt edhe femrën, ju të martuarët, motrat tona e kërnuma i vjetër se nënë, kënë në pachim të këndë. Duani këtë që më bëjmë. Shtroni iftare. Shtroni iftare farefisit juj. Kush kjera të farefisi? Daja, agja, laj, motra. Alla, tezja. E më smushit me ashtru se shumë puna në janë e kënina, bënja gati gjatë ditës dhe i qenë të shpjetaj. Pse? Se një iftar me adhonë të kuje ka se vapit, si kërme, a gjeru edhe ti. Na e me a gjeru shumë. Unë po tap një iftar, edhe një a gjerim për mua të krysë mua. Pra ndej, na pse i marim se vapin edhe pse kemi dy gzime në Ramazan, një iftar, pse është iftar, pse kemi hongre mishe, se kemi hongre të matë, jo,
Jo, zobi na pse kemi kryer një obligim të Allahut. Por ç'është e mësuar. Wallahi kush nuk ka xheron pa arsye. Një ditë pa arsye kush agjeron. Të rrimrin më agjeru se vapin asaj ditës së rrezan. Pse na ditë të thujë urdhë Allah subhanahu wa taala. Ama mos e lini agjerimin bosh ç'ashtu. Po shkam i bë agjerimin gjithnjë ibadet të tjera namazin. Është shumë diskutohet edhe shumë diskutabile, po agjerojmë, po s'më falëna. Po gjaveni, a bandë kabull kjo pat kam, kabull kjo pat kam. Thëjnë në rapë një fjallë shumë interesante. Namazin, po thëjnë, është si pjata, sa ani, pjata. Taniri, që të dhoni ndryshe. E kje ditarif, e kje namazin, kje ku mi vunë se ndë të qera, më nëjë. Që mës kje tanir du me vu gjellë. Namazin si dhe mëstakije dhe në rapë për këtë, salatu vija, namazi është pjatë, i venë që aty sendet edhe i ekspozësht për Allahu subhanahu wa taala. Pra dhe i iftarin shumë zone, i ipte më spritoni, edhe e dyta, sa të ka të përfitri zëqati ato i dini kje që ama pare fisit. Logarit një këto dhe ditët e fundit, sa vlazër me zveti s'folin. Sa vlazën me motrat e veta s'folin. Sa musliman me agjallar, dajallar, teze nuk folni. Fejni akamën e shejtanit, mere 1 kilogram kurma e shkon iftar, pak frim që e shpim. Gjeja celularin, e mos e gjetë që celularin për iftar shkon në syfyr qo. Se ditën e kiametit, farefisnia Kravaleki ka me keni vjerën në arshin e Zotit. Nuk me merë vendën e vetë. Pse? Se 2 vlazën, ose 2 vlamotër, ose 2 agjallare teze nuk kanë muhabet me veti, nuk kanë muhabet së folin, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, la yahillu limrin an yahjura akhahu fawqa al-qadam, nuk i ka halal muslimani vllajën e vet mos me fol për mitri ditë. Ai 3 ditë, ai që 13 vjetë si foli. Ai qetëri mu që 13 vjetë, por me e djemë prisht, i foli. Ai qetëri mu ka vdekë, të qamë në para qerit. Ai nësë ka vdeka. Kemi me darë para Allahut. Atje s'ka me pas haslet e gjenëzisi këta e dynjoja. Se kjo dynjoja që kja mish. Prandaj, përmirësonu këtu që ta korim rezultatin pozitiv atje. Kur po dilkan para Allahit këta dytë që s'pi shkon randi ku e kanë, ja rabi shkon, gjenet kemi hinë dhe gjenetit, s'pona e kush vend, ku me të qua ty, peshe njëni gjenetit, sa e thellë, bafë që plot, kjo qetri, po thot, ja rabi, kujto është gjithë kjo vend, kanë në hinë, kujto ati që ja falen në vlajve, problemet që i ka pas. Ja ti, problemet që i ka pas. Ja rabi, sa i madhë, ka thonë si t'ja falish problemet ati që i ka pas madhë nda, thot je që kaqë, sa të doje syni, pse? Min fadli Rabbina. E lusim Allahun Gjelle Gjelalu e mirat e dunjas, të akhiretit. Rabbena atina fi dunja hasanatan, wa fil akhirat hasanatan, wa qina adhaban nar. Me qenë se jemi pranë mujt të bekuar të Ramazanit, lexoni Kur'an pak më shumë. E ç'është më lexuar në zdi, nalo dhe lexoni 100 herë kul hu Allahu në Allah. Lexoni 100 herë kul hu Rabbil Falaq. Lexoni 100 herë kul hu Rabbin Nas. E hiç mos i dish as çdo as elhamin, lexoni 100 herë elhamin. Mos i dish as çdo, shoj internetin edhe në. Wallahi dje ju tregova diku se për dje njëri prej dashurisë që ka pas ka marrë musafir. Ka marrë musafir. I ka qenë musafir, po pyetën mua a është hatme. E kam qenë faqen e parë kështu. Po dhe me letë, veç për kështu në dashnin si vazë zotë. Faqen e dytë kështu, e për kështu. 3 faqe kështu, 4 faqe. Sa është hatme, është vallaj nuk i thash dhe thash po. Pas e pas ke kështu, ama 20 euro si adash. Ma një hatme në pa parë. Allah i në i falët nga bimet, zëtë dhe ju bamë të shëmbëlltyr të troje. Allah i ju bamë të shëmbëlltyr për të tjerit të troje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.